dua të më japësh opinionin tënd të sinqert. Këto zgjidhje. Do zgjidhja A-bën apo terapinë e lojës? Të dyja më pëlqejnë shumë, por do zgjidhja terapinë e lojës. Pse? Do ta zgjidhja terapinë e lojës sepse nëpërmjet lojës japim mundësi fëmijës për të zhvilluar komunikimin, për të zhvilluar aftësi sociale, por edhe për të strukturuar sjelljen. Kështu që brenda terapia e lojës do t'i ketë të gjitha elementet. Peksin apo komunikimin verbal? Komunikimin verbal mendoj sepse peksi është përsëri sistem i shkëmbimit sipas figurave drejt komunikimit verbal. Kështu që unë do zgjidhja komunikimin verbal, po patjetër siç e thash, suporti vizual është shumë i rëndësishëm. Më thon të dyja po thua. Pak a shumë. Do të zgjidhe terapi individuale apo terapi në grup? Do të zgjidhja terapinë individuale për aq kohë sa do t'i duhej individit për të futur në terapi, grupi hap pas hapi dhe me kohë të limituar.